edhe ju nuk keni dash me ditë për atë punë. As për ata që janë vrarë aty, e as për ata 200 tjerë që janë vrarë. Në përpëdrume. Edhe që shpret për meje mu përgjigj kur në atë ku jëm konë në Burg Dubravës, prafërsisht njëjtë në dhomë, njëjtë në krah. E kom pavilionin ku jëm tash. Edhe dhoma është njëjtë. Që atë ditë që kom hi, unë i kom kujtimet e njëjta. Veç për pres kur po vinë aeroplanet e NATO-s me bombardu se ku në Dubravë, për tash NATO kështu zvinë, nashën e një jashtë toksore, dhe shka tjetër. E nuk di ju, a jeni ju në regull asinja. Me i bo këtë zona edhe mi ju do kësi e keni mija. Kur a ka kush që ju nalë juve, a ka nej forca, a ka nej diçka që ju drejton juve shka keni bo dhe i sëllë. Edhe prapë vazhdojnë edhe veç përgjegjë. Kujna mi ju përgjigjë? Për shka mu përgjigjë? Ku është qëllimi, për shka mu përgjigjë? Jo, ta thamune ato, s'ka nevoj. Mu june me ta thonë ato, edhe ti edhe Zoti e mërësën, ato pare që a i keni marë për mbrojtjet të tyne të akuzumve, me pas shku në vend ku duhet në Kosovë, nuk shi pas nevoj mu mbledhë këto 20. Mi u banimu njerëzve që kanë met pa shpi, mi u banimu njerëzve që në met pa pjesë trupit edhe pa antartë familjes. Ato miliona që keni marë. Edhe nuk ki nevoj me më ndërprej mu se unë e di që ka flasë. E unë e di si jam i drejt, unë e di si kom bo kërkuj kur gjan. Për ata unë kërkova për gjykacit me mpyt gjykacit, se për mu ju mbrojtja këtu edhe këta kojën barabartë. Se sot jem mbrojtje një se e prokuror. Edhe vish këshërni që është me fitu lanë të juve. A qka o bo atje, ku shovra, që shovra, pëse shovra për juve, hiç nuk është me rëndësi. Për mu është me rëndësi. Qa kom bosim kini shtinë Burg? Qa ju kom bo në juve? Zoti Kabashi, kjo ishte një pyetje e thjesht. Kush ishte përgjegjës për grupin e UÇK-s në atë kohë që ju ishit në Jabllanic? Pra, ju lutem na tregoni kush ishte përgjegjës i grupit në atë kohë. Dhe ndofta mund të ketë qenë jo vetëm një person, mund të kenë qenë më shumë se një person. Apo më tregon ti mu pse më keni shtinë Burg, pse po shkaju në po rëj aty me të burgosën që akuzohen për krime, pesha Mladisin, atë Karazisin të lujt tenis. E unë po shkaj për rëj njëjtin Burg me ta. Edhe po pret me dëshmu për me diçka ose me dhonë naj, diçka unë me full, qysh bëdo me full ti. Unë e kom për cilë këtë tribunal këgja shumë, e këto pyetje këtë qojnë një vend, dhe më thonë, mësë si e ka do me ditë për Burgun e Jabllanicës, për të kalëzojmë një herë. Mësë që ma gatë. Thank you, Mr. Kabashi. Faleminderit Zoti Kabashi. Na thoni pak për Burgun e Jabllanicës. Ku ishte i vendosur? S'ka pas Burg në Jabllanicë kur. Edhe betuar në për ato, s'ka pas Burg në Jabllanicë. But it's your phrase. Po, ju thatë që ka qenë një qendër e burgimit aty në Jabllanicë. Unë e thash mos po dën me ditë për Burgun e Jabllanicës, që aty e ki qëllimin. Edhe 100 dëshmimi keni bo, e ke dhonë këto, ke dhonë ato, që i keni mledhë për 100 njerëzve, edhe hetusi që i kam mledhë dëshmit nuk ka ditë kuja ka dhonë kujna. Ju kanë përzi punë të juja, e unë nuk jo maj që mu imi ja drejtu.